Rasja e të riut nga Debreshi vitin e kaluar sërish ka trazuar plagët e familjarëve. Sot 3 të dyshuar janë paraqitur në gjykatën e Gostivarit, ku para gjykatës kanë protestuar familjarët e Resulit, duke kërkuar drejtësi për vrasjen e djalit të tyre. Nëna e Resulit, sot me lot në sy, u shpreh se "ma kanë humbur dritën e syve të mi", duke përmendur dhe emra tjerë që kanë qenë në vetur. Ajo thot se ka pasur vetëm një djalë dhe atë pas 9 viteve dhe ja kanë djegur shpirtin. Unë i kërkoj drejtat e djalit tem. E ne du ta di për çish arsye ma kanë vrarë djalin. Ma kanë humbur dritën e sajnit. Ma kanë mshel derën, e ne a ka ligj për terë me kallash të vrasish njerëz përpara derës mrenda. A kanë ligj njerëzit mbajnë kallasha na për shpaja pa leje? Nëse ka mundësoj atë në mbjene në mund një kallashe në unë do kisha shkudi kisha vra ato. E ne ma hupën djalin për këtë e këtë, du ta di për qish arsye. E në t'i japin atë shokët që i kanë pasë në qere, se e zoja i ka pa 5 persona në qere. Ato 3, unë për qatë arsye dësha t'i pëjti se kuj kini në atë shokët. Pse i lini për mrapat të vadjegin zemrat e në nonave tjera si ma do gjën mu zemrën. Ma ka nuk dritën e sajnit e mëtër. Një gjallë kisha e në mu ma dha zotin bas 9 vjetëve. Unë e disa komashu e në të ma vrase dora ative, nuk jam razi. Falje për atë nuk ka. Nuk ka asë dënim ato për jetë që t'jen. Gjalli e më kalbet në trau, ato në kalbet në dinjo. Razi nuk jam për t'i lisha u hiq, po e një që ato personat që janë për jashta, du t'i marrin mrenda t'i paraqesin se këti di kush janë unë, ato Besarte, Gjemaile, Zumere, këtë ato në ti e në Berati, këtë qish janë ato se kanë qënë 4 qere kanë qënë. Ato e kanë po me organizim këtë punë, nuk e kanë së këto të 3 që i rëjnë këto, po në t'i apin e në këto qerët që jojnë këto une. Ndërkaq banorët e fshatit Debresh kanë protestuar para ditën e kësaj të premte para gjykatës themelore të Gostivarit. Ata kërkojnë drejtësi për bashkëfshatarin e tyre, Resul Kahrimani, i cili u ekzekutua me breshëri plumbash me Kalashnikov me 23 korik 2024, para derës së shtëpisë së tij në Debresh. Banorët dhe familjarët e 35 vjeçarit Resul Kahrimani thonë se deri më tani janë anuluar 3 seanca gjyqësore për rastin në fjalë. Duna të tregojmë revoltën është e 4 herë që vim gjyq, na vrasin për 4 herë. E para është, okej, e pranojmë këtë, nuk e, për zditi herë, erth avokatja në tha është e smu. Gjykatja erth, radhën e tretë, në dha prap e smu. Duna drejtësia qkonen vend. Ina të vratë, mos në vritni prap për zditi. Familjarët kërkojnë ndihmë dhe nga ana e shtetit, pasi siç potencojnë nuk dëshirojnë konflikte të reja, por vetëm drejtësi. Në ndërkohë seanca e sotme mbi rastin në fjalë paralajmëruar për në ora 11 ka filluar dhe të pandehurit janë sjellur në gjykatë, megjithse epilogu i saj ende nuk dihet. Ndryshe, Resul Kahrimani u vra më 23 korik të vitit 2024 me armë automatike. Si autor të pandehur të krimit janë vëllezërit JV dhe BV nga i njëjti fshat. Në momentin e ekzekutimit, ata kanë qenë në automjetin Volvo me targa zviceriane. Ata kanë jetuar dhe vepruar në Zvicër. Aktualisht, familja e 2 vëllezërve të pandehur nuk jetojnë në Debresh dhe ndodhen në Zvicër, ndërsa pas vrasjes banorët kërkuan që të shpërngulen nga Debreshi.